Kush prej jush mund të ndijë kënaqësinë dhe gëzimin më të madh se sa kur dikush i panjohshëm për juve ju thirr në emër, ose njerëzit që janë në punë, më ju thirr zakonisht në emër. Sa e ëmbël është kjo, e sa e shëndetshme është për mendjen dhe për zemrën tonë. Kur njerëzit ju thrasin me emër, po paramendoni Perëndia di emrin e secilit prej nesh, edhe na thirr në emër. Nga këngët që kënduam sot aty u tha një ishte një varg që edhe ne të bekojmë emrin e Zotit. Emrin e Perëndis jo veç për ato kur ai bën, sikurse që jemi mbledh sot kudo nëpër kishat tona, po edhe për ato edhe çfarë ka me bë po ashtu, e mos si për të këtyre është për ato se kush është ai. Beko emrin e Zotit. Si mund ta bekosh? Me fjalë po ashtu, duke nderuar atë emër, duke bë për atë emër, duke qenë emri kryesor. Qoftë i bekuar emri i Zotit dhe a mund ta marr një përgjigje nga gjithë ju, qoftë i bekuar emri i Zotit. Qoftë i bekuar emri i Zotit. Thuhet nga njëherë se ju jeni duke bën kam dëgjuar kështu, se po bëni një fest pagane, darkë alamet, çka jeni ajnin vetë ju. Sepse kjo nuk ka lidhje kurrë me krishterim dhe kurrë nuk ka me Krisht. E nuk po përpiq na sonte me e dëshmuar të kundërtën, por veç të shëroj nga fjala e Zotit me lexuar dhe me e pa se çfarë Perëndia është duke thënë në fjalën e tina. Kështu kam vendosur sonte 3 pasazhe bashkë me ju me nda dhe i pari është nga libri i quajtur Eksodi apo Dalja në gjuhën shqipe, kapitulli 23, ju që doni me ndjek me lexuar bashkë Biblën me mua, është vargu pra kapitulli 23 vargu 16. Dhe fjala e Perëndisë shumë të dashur këtu thuhet. Perëndia e Izraelit, Perëndia që u shfaq Mojsiut, është duke i thënë me këto fjalë duke i drejtuar popullit të Izraelit përmes Mojsiut. Do të kremtosh, pra do të festosh edhe festën e korrjes të prodhimit të hershëm të punës sate, të asaj që ke mbjell në ara. Si dhe do të festosh festën e të vjelave në fund të vitit, kur të mbledhësh nga arat frytet e punës sate. Pra shohim se këtu Perëndia është duke i dhënë një urdhër, një udhëzim, një fjalë Mojsiut, popullit të Izraelit, që të bëj festën. Ajo është festa e korrjes, festa e mbledhjes së të vjelave të në vjesht ose fundi vitit. Prandaj sot vëllezër dhe motra, ne jemi në këtë vend që ndrojmë për me ngrit falënderim edhe me pas një qëndrim të zemre falënderuese për këtë tokë e për gjithë njerëzit që kanë punuar gjatë këtij viti. Bekimet ne mund të ndajmë edhe ato që janë të dukshme, të prekshme, janë pemë, janë të korra, janë të mbjella, janë të lashta, janë rendimente, janë fruta, ujra, e janë gjë e gjallë, këtu që ka lëvizur në vendin tonë, jemi mirënjohës Zotit. Jemi mirënjohës Zotit për vendin ku ju ose ne jetojmë gjithë bashkë në vende të ndryshme. Jemi mirënjohës Zotit për mirëqenie që kemi pasur këtë vit. Jemi Zotit mirënjohës për ata se çfarë kemi përjetuar këtu bashkë, që kemi shijuar gjanat e mira. Edhe ata që e njohin Perëndin sigurisht kur ashtu si dëgjuam edhe nga dëshmit, edhe në vështirësitë, besimi jon nuk do të ulet me e bë festë dhe me besue që ajo do të vjen, dora e Zotit do të ndërhyj, dora e Perëndis do të jap. Kështu në traditën shqiptare, edhe sot, pavarësisht besimit të tyre, ndoshta me shumicë muslimane, por në pjesë të ndryshme të vendit tonë edhe sot festohet darka lamës, një ditë falënderimi, një ditë bekimi dhe me nda të mirat me të tjerët. Si ka ndodhur kjo mes
mes nesh, nuk do shpjegoj shumë, por e thjesht unë vetë kam jetuar në Katon dhe kam pasur çfarë ndodh. Në Vjesht ka shumë punë, duhet mi mbledh të gjitha bereqetet si thuhet. Pastaj fqinjit, miqt, kujshit, pra, ose njerëz tjerë kanë ardhur të kanë ndihmuar. Me mbledh, me i sjell në vendin që quhet Lama. Lama në vend ku jenë sjell bereqetet. Aty janë fshi, aty janë gjvosh, aty janë qyru, aty janë bogati. E pastaj, me darka e parë, me këto frute është bë me ata që kanë ndihmu aty dhe kanë nda ushqimin me njëri tjetrin. Kështu ndoshta ne nuk e dim kur është origjina, si ka filluar tek ne, por ndërsa ne lexojmë fjalën e Zotit, veprat e apostujve, ne shohim që takimet e para madje të besimtarëve të krishterë janë mbledhur pikërisht në kohën e darkës. Darka apo vakti ka qenë mënyra e mbledhjes e të mbledhurit të krishterëve të hershëm. Dhe nuk e kanë bërë veç një natë, edhe po vetëm një stin, po e kanë bërë gjatë tërë kohës. Pra shikoni, sofra apo trueza dhe buka e nda me njerëzit e tjerë ka qenë rruga bekimi se si Zoti ka përgatitur rrugën për ungjillin. Ka qenë pra pikërisht buka, sofra, darka, rendimentet dhe shtëpit bujare me burra dhe gra, se si ai ka përdorur po ashtu që të shtrihen kishat kudo. Pra ka qenë një lloj gjëje që është trasuar, Zoti ka përdorur në mënyrën e veprimit në diçka që është e zakonshme, buka, sofra. Kush është mikpritësi më i madh? Kemi lexuar edhe më herët edhe nga fjala e Zotit dhe dim që Perëndia gjithkur në fjalën e vet e tregon dashamirësinë e vet edhe se ai është një mikpritës i madh. Ai madje në bazë të Psalmit 23 thotë se unë të ftoj ty që të jesh ti në sofrën time. Unë të vish të ftoj të vish në sofrën time. Ne kemi shumë dëshirë me uftua prej dikoj që ka një sofrë të madhe, sofrë që është një mbret, ose një kryeministër, ose një ministër, dhe ne jemi pjesë e këtij banketi, pjesë e këtij bekimi, pjesë e kësaj tavoline, sofre, jam ulur bashkë me mbretin, jam ulur bashkë me ministrat e tij apo kryetarën apo kushdo qoftë. A nuk është një nder? A nuk do të ndihesh i privilegjuar me hangër bashkë me ta? E Perëndia na thirr, vëllezër dhe motra, që ne na thirr në sofrën e tina, ende pa pas edhe fjalë darka e lamës, ende pa pas ndoshta as popull shqiptar përpara 3000 vitesh. Dhe shikoni këtë gjë. Haj thot unë eja në sofrën time, edhe unë ta mbushi, do të hash plot shumë bollok, dhe unë do të mbushi kupën time deri në gryk derisa të derdhet. Mendoni për këtë ftesë që Perëndia i ka bërë me anë të birit të vet, Krishtit Jezus. Dje, sot dhe nesër. Pikërisht për shkak të kësaj ftese që Perëndia i ka bërë popullit me anë të ungjillit të birit të vet, përpara 2000 vitesh, ajo çfarë ishte një sistem i poshtrues për njerëzit, ajo që është skllavëria, skllavopronaria. Për shkak të krishterëve të parë, për shkak të ungjillit dhe për shkak të vakti dhe për shkak të Krishti u zhduk. Dhe si u zhduk ajo? Me armë, me ideolog, me politikan, me filozof? Jo. E zhduku darka. Sepse tani, ky Krisht e thirri edhe princin, edhe mbretin, edhe sklavin, të pasurin, edhe të varfrin, atë që ishte me petka të shkëlqyra, dhe me atë që ishte ndoshta gjysmë i zhveshur. Ata që urrejshin dikur nuk mundeshin me u përzije njën me tjetrin, e tani në sofrën e Zotit rreth ungjillit ishin bashk. Sigur se ne këto që jemi ulur të gjithë, më pyetën në fillim disa meq, a muj më ul këtu? Thash në kishën e Zotit në sofrën e tij në mundush më ul kudo. Nuk kena kryeveni. Kryeveni për neve është vetë mbreti ynë Krishti Jezus.
Mirë, kur shkoni për oda, keni kujdes. E mos ulni kudo, se ata do ju tregojnë se ku duhet të uleni. Pra, vrejnë vëllezër, motra të dashur, se çfarë ka ndodhur me këtë thirrje të Perëndisë fillimisht në 10-ën e vjetër e pastaj në 10-ën e re, se si u ndërtua komuniteti i parë ungjillor apo i krishterë në 300-400 vitet e para. Madje Zoti përdori darkën dhe mikpritjen, bujare dhe gra që po punonin që të shtrieshin pra kudo ungjilli kaq shpejt. A mendoni se vetë vërtet Pali shkoj kudo dhe predikoj ungjillin që thaj mos kam vend ku të predikoj për ungjillin sepse tashmë është predikuar dhe tashmë janë kishat e kush i bëri këto? Normal ishin shtëpi që i kishin hapur, Krishti kishte hapur zemrat e njerëzve dhe pastaj çdo gjë që u takonte në tyre njerëzve e i jepnin për Krishtin, i jepnin për ungjillin dhe ishte tash pronari i ri. Jo ma Cezari, po pronari çdo gjëje ishte Krishti, të cilin njerëzit me vullnetin e vet i jepnin që të bekoheshin. Edhe kjo është ADN-ja e kishës së vërtet, vëllezër edhe motra. Nuk kemi pse nevojë çfarë të zbulojnë diçka pavarësisht për zhvillimeve që kanë ndodhur më vonë në mesjet, madje edhe sot ndoshta pa dije, por ADN-ja e kishës mbas 10-ës së re është kjo këtu, e cila është mbledh, është gatuar rreth vaktit, sofrës, sidomos mbrëmje, sepse ditën të krishterët nuk kanë mundur më mbledh me njëri tjetrin, sepse qera kushte ekonomike, edhe kanë punuar nëpër fusha, kanë punuar nëpër pyje, edhe në darkë janë mbledh, edhe ne dim nga shkrimit po ashtu se më vonë edhe çfarë ka ndodhur në këto gjëra. Në mikpritjen shqiptare ju e dini që shtëpia është thonë po ashtu që është e Zotit edhe e mësafirit. Shikoni, këtë e dini nga kanuni dhe hiç pa kanon njerëzit e dinë dhe e dinë se çfarë vendi ka mësafiri në shtëpinë e shqiptarit. Dhe kur shtrohet sofra me çfarë nderimi shtrohet edhe sot sofra. Me çfarë kulture tradicionalisht, po themi sot se tash s'ka sofra, ka veç tavolina. Po trezat që ishin pra, të rrumbullakta janë bërë në formën e lame, sepse lama ishte rrumbullakët. Dhe në këtë mënyrë paramenoni se edhe sot pra në kulturën shqiptare po e them se sa me çfarë respekti qasen shtrurjes së bukës. Si hahet, çfarë të fritet, çfarë të bëhet e kështu. Pra kjo gjë që është në pjesën tonë është diçka e bukur si një lloj ndoshta rendimenti i lashtësisë, por që flet për një gjë kaq rëndësishme me e pa se si Zoti ka punuar mes nesh. Të shqiptarët deri vonë unë i njoh disa periudha të shqiptarët. Po flas për anën tonë. Përpara e mbaj mend kur të thoshin shqiptarit hajde për darkë. Sa veta mani mend që të laf? Hajde për darkë. Tani dyqysh dur erdhi rryma elektrike dhe nuk e di çka ndodhi. Edhe thoshin hey, hajde mas darkë. Shkoj darkë mas darkë. Tash dikur nuk e thanë më hajde mas darkë, hajde po vje për çaj. E tash as për mas darkë, as për çaj, tash më ne nuk takohemi në shtëpi. Nëse një plakë ka thonë, po thotë se këtë sherrri grave është, thanë kur thanë që mos me lanë me pi duhan, mrena peq aty tha u prish shtëpia shqiptarit, nuk e di, duhet me hulumtimet edhe studimet vazhdojnë. Pra desha me thanë që shtëpia shqiptarit ka qenë bujare dhe është përcaktuar, definuar që është e Zotit edhe e mikut. Mua më pëlqen kjo fjala mik më mirë se sa me thonë mësafer, sepse unë nganjëherë vetë kam studiuar dhe gjuhësi dhe letërsi normale dhe unë shpesh me shumë gjuhëtar që takohemi i themi qysh brana, a jena shumë mik pris vërtet? Po, qysh brana e kemi harru fjallën kryesore. Qysh është fjalla shqip? Po mësafer. Po mësafer është e huaj, nuk është shqip. Pra ne kemi humbur fjallën kryesore që është për mik pritje, mësafiri, nështë që dikun është ngatë, po vetëm edhe njerë me thanë që kjo është diçka që me çfarë jo mirë një Zotit për popullin shqiptar në kulturën që ka pas për punën e vaktit dhe sofrës ka qenë kjo. Madje është thënë ka fjalë të urtë për shqiptarët. Shtëpia pa mësafer
e pa Zot s'ka bekim. Ardhja e musafirit në shtëpi e sjell edhe Zotin edhe sjell edhe bekimin. Shtëpia e shqiptarit pa musafir është sikur me ngjit një therr, mbyllet edhe me therr. Shtëpia e shqiptarit pa musafir është sikur se një shtëpi pa dritare. Kështu thuhet. Pra, po e vrem sasi, po na flet edhe tradita. Përveç shkrimit të shenjtë, na flet edhe neve mjaft tradita. Dëshoj të kalojmë tani tek një pasazh tjetër në Dhjatën e Re, që është nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu 48. Përpara se të lexoj këtë varg, janë një 2-3 vargje do i lexoj. Shumë të dashur, sonte që keni ardhur bashkë me neve këtu, në jetën e juaj reale, në jetën e juaj imagjinare, a keni takuar ndonjë person që ka thonë unë jam buka? Ne flasin shumë për bukën, shqiptari bën be në bukë, edhe shqiptari ka bukën, do thotë si një lloj kulti. A keni takuar ju ndonjëherë ndonjë person që dikush ka thonë unë jam buka? E dëshiroj të lexoj nga fjala e Zotit sot, Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6 dhe vargu 48, edhe do të shohim se është një person i cili thot kështu: unë jam buka e jetës. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli, kush ha nga kjo bukë do të jetoj për jetë. Edhe buka që unë jap është mishi im, që unë do të jap për jetën e botës. Biri Perëndis, Krishti Jezus, erdhi dhe për e sëqaron e për ju flet popullit Izraelit. Ata e kujtonin që në kohën e mërgimit nga tokat shkretire, kur ishin nga Egjipti dhe dole në ditën e Kush dhe në Arabi, ata për 40 vjetë nuk ishin hangër bukë. Zoti ishte kujdesur që me ra mana një lloj ushqimi i ëmbël që ishte për mëngjes. Edhe shkrihej pasaj nuk qëndronte. Ishte, si me thonë, bukë e përditshme. Ashtu si kurse ka ra mana, ashtu si ishte mana që ra nga qielli, Perëndia ka dërgue birin e vetë, Krishtin Jezus, me u bë, me kanë buka, jo si mana që prishet, e është një ditë, e ma hanë një here, edhe du është nesërmën me hangër prap, e për 40 vjetë ata hangërën manën, e prap nuk ndryshun gjallë. E ky person që po e simbolizon vetën e vetë, duke e sharua popullit thjesht, është buka që ka ardhur nga qielli. Buka që e jep jetën e përjetshme. Buka që e han një herë edhe më nuk i me pas uri. Buka që të man tër jetën. Kështu ja shpjegoj se ishte shumë e kollajshme edhe shumë e thjeshtë ja shpjegue popullit Izraelit se kush është Jezusi. Ai po thot se ka një shembulltyr që Jezusi e tregon. Gruri apo fara, thot, e cila kur të bie në tokë, nuk e çmbillet, e do të kalbet një herë, e pastaj prej saj do të vinë fruta të shumta. Jezusi është duke treguar prapsërish me ilustrime nga bujqësia, blegtoria, bujqësia në këtë rast, duke e paralajmëruar vdekjen e tina.
ringjalljen e tina, frytin e tina, se çfarë e korrë është vetë Zoti. Pra, nuk e kemi sot shumë theksin e korrjeve nga të lashtat tona, se na si kish as nuk mbjellim, as nuk korrim në përara. Ne jemi duke folur tani për të mbjellurat dhe të korrat shpirtërore, farat e ungjillit. Farat e ungjillit kudo në vendin tonë dhe kudo tjetër kudo që jetojnë shqiptarët. Kemi dëgjuar të gjithë shërbejnës të ungjillit në këtë vend dhe nga një herë ndoshta edhe nga besimtarë, po zakonisht nga jo besimtarët, kur ndodh një ligë, kur ndodh një keqe, kur shkon një gjë jashtë planit tonë, deri në ato momente ne mendojmë se ne mund ta kontrollojmë jetën tonë. E kur të ndodhin këto, atëherë ne bindemi se nuk qenë nga munaj që kontrollon, por është dikush tjetër. Edhe në ato momente kemi thonë, pse Zot? Ku je Zot? A kemi mbjell? A kemi ujit? Si jemi duke ujit? Si jemi duke mbjell? A jemi duke korr? Nështë është pjek? A ke pjek me kohë? A ke blue? A është gatue? A është shtruar për me u hangër? Edhe në lutem sot edhe bashkë me juve sot, në stinët që vinë, të jemi ata të tillë që të dimë si të mbjellim as pari. E mos të mendoj dikush që mundet me korr aty ku nuk ka mbjell, sepse kjo është vetëm fuqia e Perëndis. Ai korr atje ku nuk mbjell hiç. Po me neve nuk është kështu. Me ne është, do të punojmë, e të mbjellim, e të ujisim, e të parashisim, e të jemi kudo ku jemi, nuk po them tani vetëm për fushat. Kjo vlen për mua si prind, vlen për mua si qytetari i këtij vendit, si drejtues, si çfarëdo tjetër. Njësoj edhe për ju kudo ku jeni, në arat e juaja të punës, në arat e juaja të edukimit, në arat e juaja të sigurisë, në arat e juaja të drejtësisë, në arat e juaja të lutjes, bekimeve dhe çfarëdo qofshin tjetër. Pra më ja shpjegua, më kthy edhe një herë te kjo çfarë Jezusi po thot, po e simbolizon vetën e vet se unë jam buka e jetës, më ja shpjegua përpara 2000 vitesh njerëzve se unë jam buka, ata e kanë kuptuar më një herë çka do të thonë kjo. Njeriu është i varur nga ajo që han. Njeriu është i varur në fund me ditë se për çfarë punon që ai do të ketë, të hajë, të vazhdojë të jetojë. Buka është diçka që ti je i lidhur për çdo ditë, për tërë kohën, mundohesh për atë gjë. Por buka normal se ka edhe çështje tjera që janë edhe sociale, edhe kulturore. Pra neve kur na fton dikush në një drekë, në një darkë, nuk është vetëm po ham. Ne jemi duke bë miqësi, ne jemi duke nejt bashk, ne jemi duke shkëmbyer. Darka e përbashkët. Këtu, kudo tjetër, mundet më bë darkë e lamës kudo, nuk do me thonë veç në kish, një herë në vjetë, me fajnë durë Perëndin, kudo, më çdo ditë do duhet. Tërkohën. Pra është diçka që mësojmë me mendua gjatë tën vitit e jo vetëm kur vjen një datë e caktuar. Pra, kush ftohet në truezë? Secili. Ungjilli për kë është? Për çdo njonin. Kjo është sofra e vërtet. E secili duhet me ditë se kush është Krishti që është buka. E kush duhet me hangër në këtë sofrë, në këtë truezë? Kush duhet haj? Ai që është i ftuar, edhe ai që është i unt. Nëse je i ngopën, mos ha. Por po ndodh shumë në vendin tonë, njerëzia po na rren, ata në unë, po thonë jo, kum hangër, ç'sa hangra. E tash lutë edhe një herë dhe dy herë dhe tre herë derisa han. A nuk e kemi një përvojë me ungjillin kështu shumë të dashur?
që ne ungjillin pra bukën Krishtin duke u afruar personave të tjerë, thonë, ja, faleminderit se kum hongër. Unë tash me përjetoj kështu. Mirë, një gjë është e saktë. Njeriu kur nuk është i unë s'ka nevojë me hangër bukë. Pse ne duhet të lusim dikan për bukën që vjen nga qielli me lutë, sikur lypsa dëgjo se ky siguron jetën e përjetshme. Pse duhet me të lutë kaq shumë? Unë po jap një mesazh për shërbenjësit këtu, normale edhe për secilin person që po marrin pjesë këtu. Ftesa me ul me hangër është nderim. Ftesa me ul me ardh bukën e qiellit me pranue, e me marrë për kësaj buke që e jetën e përjetshme, kjo është me të nderua ty dhe gati Perëndia me dhanë lavdinë e vetë me nda me ty. Ne nuk marrim vetë lavdinë e Zotit, po ai vetë e ka don me nda me të shpëtuarit e tina, lavdinë e tina, pasurinë e tina. Edhe çdo gjë çfarë ai ka. Ku ka ma mire me bekim se të jesh pjesë e kësaj sofre. E kush e çnderon më së shumti sofrën? Si që nderohet një shtëpi, si që nderohet një ungjilltar, ose një ungjillor, kur nuk jep bukë. Kur s'japim bukë, ne kemi që nderu vetën. Kur se japim bukën, kur nuk tregojmë për bukën. Po mirë, a bën vakiqe dhe hajnë dikush tinza? Hajnë tinza. Po ju lutem mos hani tinës, sepse tinës nëse hani, ju bën dëm. Ju bën dëm, hani hapur. Zoti ka shtruar sofrën e tij na hapur. Ai është buka, ai na ka bërë këtë ftesë, edhe ai na thirr me pas këtë jetën e përjetshme. Edhe një herë, pra ibi nga fundi në kulturën tonë, vëllezër dhe motra, kulturën tonë si shqiptarë, buka nuk kthehet kur mrapsht. Sa ajo ka ma shumë qëllimi se sa me hangër e me ngop. Pra ka një rend, ka një nder, ka një miqësi, ka një përkatësi, ushtrim përkatësie. Vitin e kaluar unë kam qenë në Irak, atje bëhet një lloj peligrinazhi nga muslimanët Shia, më kanë ftuar një universitet atje me fol për në infrashtrin, edhe ishte peligrinazhi. Dhe 2 javë ditë kam qëndruar, kam jetuar me musliman arab. Edhe një përvojë shumë interesant. Ka njerë dhe isha kalmenar me mprej, ka njerë dhe isha gjëve e se të mirë ku kam këta. Ishe me ndjena shumë interesante, por diçka nuk e kam përjetua, askun tjetër atje ishte. Ne i kishim një lloj, si me thonë, uniforme që tregon të jemi klerik, kristian, jemi nga Evropa, edhe kemi ecur në për qytet e fshat. Dhe personat tjerë na kanë ditë, na kanë kuptuar se nuk isha i vetmi pastor nga Evropa, kishte edhe të tjerë. Edhe unë kur nuk e kam përjetuar këtë që njerëzit ata ishin musliman Shia. Ata në rrugë na kapnin si me zor. Edhe kije me ul, edhe kije me hangër në shtëpinë teme. O, që sa hangërëm në ata e Abdurrahimi, sa hangërëm, nuk mundë ma shumë. Jo, kije me ul. Mirë, nga pak aty dikur për një meme të në kështu, dhe njerë një pitën për çka po kum ngulni, pse po kum ngulni kështu ju me hine për shpia. Na i pusëshin duart, edhe faqet, e na shërbenin, dhe kër e pyta një person, pse po kum ngulni kështu, a i tha, ne po presim bekimin vjetor. Nëse asë një person nuk hyn shtëpinë tonë, shtëpia jonë metet pa bekim. Edhe nëse nuk hyn shtëpinë tonë, kur gjë me hangre me pi, shtëpia jonë metet tanë vitin pa bekim. Kjo ma kujtoj zgjatën e
e vjetër, Izraelin, kryepriftin, si me thonë atë blerin e hiri që kishin për një vit e kështu. Ishte diçka një përvojë shumë interesant. Nëse ju thrasin, nuk po them shkoni, veç lutni shumë. Të dashur miq, të mira që Perëndia i ka bë plan me i dhanë për ty, e këtë ftesë është çdo herë personale. Kur nuk është e trashëguar, çdo herë është personale. Ky Krisht që ka zbritur për ty dhe për ne, ka ardhur, thotë ky buka që zbriti nga qielli është për ne dhe është shtruar. Ftesa është e hapur tashmë. Andaj, sa përfund, vetëm më kujtua edhe një herë, shtëpia jote qoftë e Perëndis edhe mikut, edhe udhëtarit. Ofroje bukën e qiellit atyne që janë und. Ofrojeni bukën e qiellit atyne që janë und. Ti që je und, do të ngopesh veç nga dora e Zotit edhe në birën e tij dhe me anë të kësaj buke të përjetshme. Krishti i tha, po ashtu kësaj gruas të lidhur të pusi, tha, unë jam po ashtu dhe ujë i gjallë. Buka dhe ujë së bashku. Gjithë e kemi mësuar vjershën e Fanolit. Edhe një nga refrenet e tij që thotë që është paradoksale, pranë sofrës i pangran. Nuk është një vjersh. Kisha dashme prej tu krejt si një dhimbje. Noli ka qenë një peshkop ortodoks. Dhe më vonë kur e kam lexuar, e kam përjetuar tashmë si një dhimbje. Që afër jemi shpëtimit, afër Ungjillit, çdo ditë kemi qasje tek të mirat e Zotit edhe ne shtiremi sikur jemi të ngopur. Shtiremi kurse kemi hangër. E në vërtet plot po shkojnë drejt vdekjes. Perëndia u dhasht, Perëndia festoft ai vetë në zemrën tonë, se nuk mundet me pas një fest më të madhe mes këtij qielli, kësaj tokës, për zemrën tonë, në shtëpinë tonë, nëse Zoti nuk është aty vetë me bë fest në zemrën tonë. Edhe me kujtu fjalën e fundit, do të jetë më i gëzuar ai që jep, e jo ai që merr. Hiri, paqja e Zotit tonë qofshin mbi të gjithë ne, u falenderojmë shumë.